rend të propozuar të ditës, kemi aktivitetet e zyrës, kemi 3 rekomandime për akreditim, njëra është për vëzhgues të subjekteve politike, tjetra për vëzhgues të organizatave për raundin e dytë dhe organizatave dhe për media. Për raundin e dytë të përzgjedhjet për kryetarët komunave. Si të ndryshme, ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, e hedh në votim kush është për miratimin e rendit të ditës, atëherë me 11 vota për miratohet rendi i ditës. Ja japim fjalën Besnikut, urdhër drejtor. Faleminderit sekretar, përshëndetje për gjithë. Zyra sot ka paraqit para jush 3 rekomandime. Rekomandimi i parë ka të bëjë me akreditimin ose konfirmimin e vëzhguesve të subjekteve politike të certifikuara që garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave, që mbahet me datën 9 nëntor 2025. Sipas nenit 11 paragrafin të rregullorës nr. 88 për 2024, subjektet politike mund të paraqisin vëzhgues shtesës dhe të konfirmojnë të njëjtit. Në lidhje me këtë 8 subjekte politike që marrin pjesë në raundin e dytë kanë dorëzuar konfirmime dhe vëzhgues shtesë për akreditim. Bëhet fjalë për subjekte politike Lëvizja dhe vendosja me 4179 vëzhgues, Partia Demokratike e Kosovës me 1981 vëzhgues, Lidhja Demokratike e Kosovës 1077 vëzhgues, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 776 vëzhgues, Srpska Lista 18 vëzhgues, Kosova Demokratik Turk Partisi me 10 vëzhgues dhe Mamusha Halk Hareketi me 8 vëzhgues. Lidhur me këtë zyre rekomandon që të akreditohen vëzhgues sikurse siç janë paraqitur në këtë rekomandim. Faleminderit Besnik. Ka dikush diçka lidhur me rekomandimin e parë? Nëse jo, hedh në votim kush është për? Janë 11 vota për, miratohet rekomandimi. Rekomandimi i dytë, drejtor? Rekomandimi i dytë ka të bëjë me akreditimin e konfirmimin e vëzhguesve të organizatave qeveritare, të organizatave ndërkombëtare dhe të pasit diplomatike në Kosovë, për raundin e dytë të zgjedhjeve të kryetarëve të komunave që mbahen në nëntor 2025. Pra, siç e thash edhe në rekomandimin e parë, kjo është në përputhje me nenin 11 të rregullatës zgjedhore nr. 4, nr. 33 për 2024. Lidhur me këtë, ne rekomandojmë që të akreditohen vëzhgues të gjithsejt 14 organizatave, si në vijim. Internews Kosova me 20 vëzhgues, Rjeti Ballkanik i Gazetarisë Volumtuese Berë me 50 vëzhgues, Demokraci Plus me 14 vëzhgues, KDI me 53 vëzhgues, Lëvizja Pol me 7 vëzhgues, Gerben me 3 vëzhgues, Rjeti Organizatave jo qeveritare Avonet me 5 vëzhgues, misioni i ekspertë e misionit Bashkimit Evropian me 7 vëzhgues, Institut ICD-ja me 58 vëzhgues, Zyra e BE-s në Kosovë me 22 vëzhgues, NDI me 17 vëzhgues, Ambasada e Japonisë në Kosovë me 2 vëzhgues, Ambasada e Republikës së Turqisë me 9 vëzhgues dhe Ambasada Britaneze me 7 vëzhgues, gjithsej 274 vëzhgues. Lidhur me këtë rekomandojmë akreditimin e këtyre vëzhguesve për këto organizata që i lexova. Faleminderit drejtor. Honorja net. Vetëm ndoshta këtë kategorinë numër 9, pra Instituti i Kooperimit edhe Zhvillimit që është anglisht, më në shpak të sharim ndoshta. Unë ndoshta nuk dëgjova me vëmendje. Po, kjo është ka qenë 50 vëzhgues ka qenë është vetëm konfirmim, s'ka qenë organizatë vëzhguese e akredituar në zgjedhjet e 12 tetorit, por është vetëm konfirmim. Siç e thash edhe më herët, përveç që mujnë me dorëzu vëzhgues shtesë dhe organizata të reja, këta në bazë të rregullorës mujnë edhe mi konfirmu të njëjtë. Dikush diçka tjetër? Nëse jo, hedh në votim kush është për? 11 vota për, rekomandimi miratohet. Pika e radhës, drejtor? Pika e radhës ka të bëjë me rekomandimin për akreditimin, konfirmimin e vëzhguesve të mediave vendore dhe ndërkombëtare. Gjithsej janë 32 të tilla me numrin total të vëzhguesve 464. Në radio televizioni Arbëria me 8,
Media me 2, Gazeta Nacionale me 13, Index Online me 15, Agjencia e Lajmeve Kosova Press me 18, Artlet SHPK me 2, Graçanica Online.info me 4, Radio Kim me 6, Lek Musolli Biznes Individual me 2, Klan Kosova SHPK me 67, TV-ni me 34, Televizioni T7 me 22, Zëri me 3, Lajmi.net me 7, Telegrafi.com me 9, RTV Plus me 7, Radio Televizioni 21 me 29, Grupi Koa me 32, TV Hertz me 2, Ekonomia Online me 5, Gazeta Insideri me 4, Portali Suareka Online me 3, Radio Televizioni Kosovës me 71, ATV Media me 28, Arbresh.info me 7, RTV Dugagjini me 38, Radio Televizioni Shqiptar me 1, ABC News me 2, A2 CNN me 4, RFI me 10 vëzhgus, Top Channel me 2, Top Channel me 7, German TV ARD me 2. Pra këto janë 3 mediat që kanë apliku për arretin për që nuk kanë qenë në randën e parë të zgjedhjeve të zhvilluara me 12 tetor, bëhet fjalë me Artlet Gjilan, TV Arbëria dhe Radio Televizioni Shqiptar. Pra gjithsesi janë 32 media ndërkombëtare vendore me numrin total prej 464 vëzhguve. Lidhur me këtë zyra i rekomandon akreditimin e tyre. Faleminderit. Mësek, a ka dikush diçka lidhur me këtë? Nëse jo, e hedhëm votim, kush është për? Të 11 vota për, miratohet.